shumë e vështirë, por megjithatë mos harroni se agjerimi njihet si forca e shpirtit kundër materjes. Ky vullnet i fuqishëm i tregon vetes se mund të dalë dhe mund të ketë kapacitete akoma më të mëdha se sa ne kemi menduar për veten tonë. Kemi një lloj tjetër agjerimi i cili është vetëm me lëngje ose ujë, duke përjashtuar këtu lëngjet të cilat mbajnë sheqer artificial siç janë pijet e konservuara, pijet me gaz apo gjëra të kësaj natyre. Kemi një tjetër agjerim i cili është me 18 orë, pra ne am një pjesë të caktuar kohore dhe pjesën tjetër nuk ham asgjë, po konsumojmë vetëm lëngje, dhe ka dhe lloje të ndryshme siç janë agjerimi vegetarian, për shembull vetëm gjëra vegetariane ose agjerim vetëm me mish. Këto janë pjesë të tjera. Megjithatë, çfarë bën ky agjerim përveç këtyre të mirave, ka dhe anën tjetër që nuk ja u thon. Shpeshherë agjerimi në bazë të tipeve të njerëzve, sepse ne jemi të ndryshëm, ul nivelet e glukozës, sepse gjatë gjithë kohës ky mekanizëm që ne e lëm trupin të pushojë, trupi kërkon energji për të funksionuar. Dhe ul glukozën sepse konsumon atë, dhe në momentin që konsumohet glukoza dhe nuk ka çfarë të djegë, ashtu si thamë që mëlçia fillon dhe të djegë yndyrën, rritet kortizoli dhe adrenalina, të cilat shkaktojnë uri, ndonjëherë zemërim, emocione të ndryshme, tërbim, madje dhe ndonjëherë mërzitje. Dhe